Përshëndetje të gjithëve. Sot ndaj me ju një recetë të veçantë për gjelin e detit, një nga simbolet e tavolinës së festave. Do t'ju tregoj si ta marinoni dhe piqni për të dalë i butë, aromatik dhe plot shije. Fillojmë nga puna. Në fakt unë këtu kam një pul deti, por ndiqet e njëjta procedurë. Në fillim heqim këtë pjesën e krave. Prerja bëhet gjithmonë tek nyja që të prihet me lehtësi. Sigurisht që është larë më parë. Pastrohen të gjitha puplat, disa janë edhe të forta, i heqim edhe këtë pjesën mbrapa. Presim edhe këtë pjesën e këmbëve. Vazhdojmë ta presim sërish tek nyja që ta shkëpusim me lehtësi. Në flakën e gazit mund t'i bëni atë djegjen e puplave nëse ka. Filloj me përgatitjen e përbërësve të marinimit. Shtova shumë pak vaj ulliri, diku tek një lugë me mustardë, 2-3 lugë të gjellës me gjalp. Gjalpi duhet patjetër që të jetë në temperaturë ambienti. I shtojmë 1 lugë të çajit me krip, pak piper të zi. Më pëlqen edhe ky mix i erëzave, bollshëm. I bëjmë një përzierje të mirë sa të dalin si pastë. Në fund fare unë do t'i marr edhe lëkurën e një limoni. Patjetër që limoni duhet të jetë organik, që mos të ketë kimikate. Të gjithë përbërësit e marinimit janë gati, i bëjmë përzierjen përfundimtare dhe me këtë pastën e përgatitur do lyejmë gjelin e detit. Me një furçë e lyejmë nga të gjitha anët. Dhe për t'i bërë një lyerje edhe më të mirë, sigurisht unë do përdor duart. Jo vetëm që qëndroni butë gjeli në këtë mënyrë, por ka edhe shumë shije. Me dorë i fusim pak nga kjo pasta në të lëkurës i gjelit. E rrotullojmë nga të gjitha anët. Është gati. I shtojmë një gotë me ujë ose një filxhan çaji me ujë, shumë pak vaj ulliri, pasi gjeli lëshon edhe vetë lëngje, dhe me këto lëngje do ta lagim her pas here gjatë kohës që piqet. Do ta pjekim me kapak për 4 orë. Sa kilogram të jetë gjeli, aq orë kërkon në pjekje. Dhe ja rezultati. Shpresoj që kjo recetë ju frymësoj për tavolinën tuaj festive. Gjeli i detit i pjekur ngadalë është gjithmonë një sukses. Faleminderit që më ndoqët dhe gëzuar festat. Ju pres në recetën tjetër.